Pasi ta dëgjonit këtë video, nuk do t'i mbani kurrë vezët në derën e frigoriferit. Kur blini vezë në supermarket, ju I nxirrni ato nga kutia dhe I vendosni në derën e frigoriferit. Po a është mirë t'i vendosni aty? Zbuloni arsyen. Dera e frigoriferit nuk është e duhura për të vendosur vezët, për shkak se dera hapet shumë shpesh. Për shkak të kësaj ato ekspozohen rregullisht ndaj ndryshimeve të temperaturës. Sipas ekspertëve, kjo mund të çojë në prishjen e tyre më të shpejtë. Mënyra më e mirë për të ruajtur është t'i lini në kutitë e tyre origjinale në brendësi të frigoriferit. Ato aty do të qëndrojnë të freskëta për një periudhë më të gjatë kohore. Temperaturat e ulta në brendësi të frigoriferit do të parandalojnë gjithashtu edhe rritjen e bakterieve. Temperatura ideale për vezët është 4 gradë Celsius. Nëse doni që vezët të kenë një gjatësi më të mirë dhe të mos shkaktojnë helmim gjatë konsumit të tyre, duhet t'i mbani në temperatura të përshtatshme dhe astësi sipas ekspertëve në derën e frigoriferit pasi mund të prishen më shpejt.